mu shmenja mu rash në dashni me një të trekaqet e aviacionit. Të një majë. E ke parasysh ku që në trekaqet i rishin këto kuadrat, kupton. Dhe e kishte shtëpinë kat tret. Dhe unë kom qenë një 5-16 vjeç, sa kishin fillu 16 vjeç. Dhe rria si monument e buka që i binte përballë një dritarje, dhe rria si monument i ngrim kulture, kur vija nga sporti nga këto, duke parë nga dritarja 2 orë, 3 orë. Dhe kishte në një moment për shembull blet që lëvizte në një perde. Lëvizte gjyshja, ziku lëvizte. E disha durimi kemi pasur. Durimi ka qenë jashtëzakonshëm. Rita, risha 3 orë aty si monument. Dhe lëvizte perdja dhe thosha, kaq tua, më pa. Edhe iksha. Ndërkohë ishte gjyshja. Ndërkohë unë e kapa një 10 herë. Ajo ishte 11 janari, unë isha te Miduraku. Jo, kishim marru. Jo më qa kisha marru, më kishim përjashtu nga Politeknikumi mu. Ajo se diku ishte shkollë mesme. Dhe e kap e ndaloj një 4-5 herë në rrugë. Edhe dikur bëj muhabet, i rraf edhe njonin që e gjute, i kalote para lagjes, i hyn hungun, kuptoj, rraf dhe atë, dhe isha 3000 lagjes, atë që thesh parë, që e kisha mbrojt. Dhe kjo tashti mu, më thot mu, ishte ersu, vjesht, do iki te tezja, tezën e kishte Matan Lanës, mas ekspozitës. Dhe më thot mu, do më shoqënosh, unë si qofte, unë që gatoresha me gjithë Tiranë, para kësa herria si qofte. Nuk më dilte fjala nga goja, po qofte komplet. Dhe më merë mu, kalojmë tek ura për para ekspozitës, dalim të palatet më rapa, po erësira sa të dush, kupto, më thot mu erdha sa të jap një porosi, më thot mu, po i them. Dhe kur zbret nga hala, atezja që a kishte, më thot mu, Luce, i bim knej, i thash ka të dush, edhe më fut në një rrugë që ishë një 2 shtëpia private në mes erësine më dhe, i thash po këtu nuk dilet se o shtëpia, hajde se dilet dhe më kapi dorë. Edhe dora ime, rrite, kur më preku dorën, në vend që të shliroja, mu ngrit dora, mu ngrit dora, mu fut dora në alqirë, Dhe unë e takoj atë, edhe kur e takoj me burrin, për herë më thot, Luc, na e trego pak atë skenën e dashnisë tonë. Dhe unë aty meta të ajo, me dorën e ngrime dhe e quja në gjithë lagjen e dashura ime.